Përshëndetje. Në çdo cep të botës ekziston një figurë e njohur mirë. Djali i llastuar i mamit. Është ai që kur nuk mëson të lajë çarapet e tij, sepse mami i la më mirë. Ai që në moshën 35 vjeçare ende telefonon të ëmën për të pyetur nëse mund të haj kos me mish. Ai që në një marrëdhënie dashurie kërkon më shumë kujdes se një bebe me temperaturë. Por kush është në të vërtet ky që ne i themi djali i mamit? A është fajtor vetëm ai, apo është produkt i një rritje ku mami e pa si mbretin e shtëpisë dhe ja fshikte undët me një dashuri të verbër dhe nuk i vuri asnjë kufi? Psikologjia e llastimit. Si krijohet kjo fenomenologji? Llastimi nuk është dashuri e tepërt. Është dashuri pa strukturë, pa rregull, pa kufi. Është një mënyrë e pakontrolluar e shprehjes së afeksionit që jepet fëmijës ndjesinë se bota sillet rreth tij. Te djemt, kjo merr një ngjyrim tjetër kulturor, veçanërisht në shoqërinë si ajo shqiptare, ku djali është kolona e shtëpisë, trashëgimtari dhe shpesh perandori pa pelen. Në psikologjinë zhvillimore, llastimi mund të shoqërohet me prishje të ekuilibrave të autonomisë dhe vetbesimit. Një fëmijë i llastuar rritet me idenë se nuk ka nevojë të përpiqet, sepse gjithmonë do të vijë dikush që të zgjidhë punën e tij, zakonisht mamaja. Kjo krijon një personalitet pasiv, emocionalisht të papjekur dhe të paaftë për të përballuar frustrimet e bazës së jetës. Burr që nuk rritet kurrë. Në fazën e pjekurisë, djemtë e llastuar shpesh duken si burra të rritur nga jashtë, por janë emocionalisht fëmijë. Partnerja e tyre romantike herët avon bëhet një mami e dytë. Ajo i kujton të lajë dhëmbët, i mbush frigoriferin me ushqime, i ekuros këmishat, i fshin të kaluarën dhe menaxhon të ardhmen, pra gjithçka. Edliri, 33 vjeç, nuk ka ndryshuar kurrë një llampë në jetën e tij. Kur e dashura e tij i tha, "Zemër, ndroje llampën në banjo", ai u përgjigj, "Po pse nuk i thret mamit?" Kjo nuk është shaka. Ai e kishte seriozisht. Dhe madje i kërkoi të dashurës ti telefononin të ëmës së tij se ajo di ku janë llampat dhe ku i blejmë dhe kush vjen e ndron llampën. Kjo është më e thjeshtë, a? Në psikoterapi, profilet të tilla janë të zakonshme. Meshkuj që kanë patur një nënë shumë dominante dhe shpesh ky dominim zhvillon një formë të ngatëruar të identitetit mashkullor. Ata kërkojnë tek partneri të njëjtën siguri, vëmendje dhe mungesë të përgjegjësisë që kishin në marrëdhënie me nënën e tyre. Mami nuk të le të jesh burr. Në shumë raste nënat e djemve të llastuar nuk i edukojnë djemt, i ruajnë ata. Ruajtja e djalit në çdo sfidë, stres apo dështim bëhet prioriteti jetësor i nënës. Ajo nuk e lë atë të rritet. Pse? Sepse djali është projekti i saj personal i përjetshëm. Ajo e ka krijuar dhe nuk mund ta dorëzojë askujt tjetër. Kjo mbivendosje psikologjike është ajo që Freud do ta quante kompleksi i lidhjes simbiotike, ku nëna dhe djali nuk janë dy individë të ndarë, por një bashkim emocional i pandarë. Dhe në këtë bashkim, burri mbetet djalë. Pasojat e kësaj marrëdhënie. Partnerja e një djali të llastuar ndodhet shpesh në një trekënd të lodhshëm emocional. Ajo, ai dhe mamaja. Çdo vendim i përbashkët, ku do të shkojnë me pushime, çfarë perde do të blejnë, si do edukojnë fëmijët, kalon më parë nga miratimi i nënës. Dhe nëse partnerja guxon të shpreh pa kënaqësi, djali i mamit thot, "Ti nuk e do maman time. Ajo ka bërë gjithçka për mua." Ironia. Ky burr që thot se është gati për martesë dhe në jetë në çift, në fakt nuk është gati as për të ndarë një krevat pa e pyetur mamin çfarë mendon edhe për mbulesat.
Në psikologji kjo njihet si pa aftësi për të krijuar diferencim emocional, pra të ndash identitetin tënd nga ai i prindërve, pa ndjer faj ose ankth. Po si të dalloni një djalë të llastuar? E para, ai e ka maman në çdo vendim dhe kur të pyet ty. E dyta, nuk ka bërë kur punë shtëpie dhe mendon se është ofendim nëse i kërkon të laj en. E treta, ka pritshmëri infantile nga partnerja si përkëdhelje të vazhdueshme, mbështetje pa kushte dhe zero kritik. E katërta, i mungon ndjenja e fajit për papërgjegjshmërinë e vet sepse mami gjithmonë e falte. E pesta, ndjen konkurrencë mes teje dhe nënës së tij, sidomos në kujdes dhe prioritet. Si mund të rregullohet kjo? Nëse je vet një djalë i mamit dhe po shikon këtë video, ky është një hap i mirë. Ndoshta ke filluar të kuptosh se bota nuk do të trajtojë si mamin tënd. Dhe kjo është një e mirë. Të bëhesh burr i pjekur do të thotë të jesh i aftë për të marrë vendime, të përballosh pasojat dhe të kuptosh se lidhja e çëndetshme me maman nuk do të thotë varësi. Ndihma psikologjike mund të ndihmojë në ndarjen emocionale të shëndetshme nga figura prindërore, në zhvillimin e autonomisë dhe vetdijes personale, në ristrukturimin e rolit të partnerit nga birë që kërkon përkujdesje në burr që afron partneritet. Nga ana tjetër, nënat që shikojnë këtë video duhet të pyesin veten: a jam duke rritur një burr të arshëm apo një fëmijë të përhershëm? Sepse po, dashuria është e çmuar, por kur jepet pa kufi, ajo bëhet burg emocional. Si përfundim do të thosha se djali i llastuar i mamit është një fenomen social, kulturor dhe psikologjik me rrënjë të thella në modelin e rritjes dhe strukturat familjare. Nuk është një personazh i rrallë, është diku pranë teje, ndoshta në pasqyrë, ndoshta në krevatin ngjitur, ndoshta në karrikën përballë. Zgjidhja jo të uresh maman, por të krijosh një kufi, jo të bëhesh burr për të ikur nga nëna, por për të ndërtuar jetën tënde me pjekuri dhe përgjegjësi. Mamaja është mama, por partnerja është bashkëudhëtarja. Dhe për të udhëtuar me dikë përmes jetës duhet të kesh mësuar të ecësh vetë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videon e re që unë e the pas here. Deri në videon tjetër, mirë takofshi.